us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Duo Prime edhe këtë javë. Përshëndetje Lori. Përshëndetje Era, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kemi një temë sot që në fakt mua më duket shumë interesante sepse na rastis të gjithëve të njohim njerëz ose të takohemi me njerëz të cilët nuk e kemi atë energjinë. Dhe themi, po çfarë ka ky njeri që nuk më ngjit edhe nganjëherë kur nuk e njohim fare. Se ajo është dhe e bukur, ai është dhe gjithaj të shumë. Po ndërkohë vibe-i dhe energjia që t'jep nuk funksionon. Nuk funksionon. Kjo ndoshta është sepse çdo njeri ka atë të bukurën e brendshme dhe të jashtme, por që jo të gjithë janë kështu. Kanë yllin në ballë. Të pëlqen të kjo shprehje ka yllin në ballë për shkak? Shiko, kjo ka lindur kam përshtypjen me idenë që e sjelljes, jo vetëm të pamjes. Pra, kur ne shohim një njeri të bukur dhe na del nga shpirti yllin në ballë, ajo e ka yllin në ballë, normalisht besoj që nisemi, unë personalisht nisem edhe nga njeriu, nga ndjesia, nga sjellja. Do të na ndodh shpesh që shohim njerëz vërtet të kuruar mirë dhe në pamje shumë mirë, por kur vjen puna te sjellja, çalojnë. Dhe pastaj ecim tek pika që themi i rroft bukuria se sjellja është si është një shprehje e popullit, merre me lëng. Kjo është çështje e karakteri, ëh? Patjetër. Edhe mënyra se si rritemi, ndoshta edhe disa etapa të jetës na bëjnë që të transformohemi. Po sa ndikon? Të jemi ndoshta më të vështirë ose më të egër. E kemi çik si popull, po ne jemi pak. Po sa ndikon kjo tek ne? A duhet ne ta themi një të vërtetë që shohim apo jo? Është zinxhir kjo. Do të thënë, unë zgjem në mëngjes me humor të keq, vije e transmeton te unë, ti e çon diku tjetër, dhe ndoshta janë ato njerëz të mirë pastaj që e thyejnë këtë zinxhirin gjatë ditës dhe vazhdon. Si ato psikologët e heshtur, por që japin një vibe shumë të mirë. Dhe kjo është e ftuara jonë. Të tillë kemi edhe të ftuarën tonë sot. Patjetër që po. Në fakt është një psikologë, mirë e the shumë mirë, është tamam një njerëzit kur shkojnë ke ajo, edhe kur nuk janë mirë, po flas mirë shpirtërisht apo emocionalisht në atë ditë apo në atë moment, dalin aty të gjithë të qeshur. Ajo në fakt nuk është psikologe, ajo është një stiliste shumë e famshme dhe kur themi psikologe e kemi më shumë tek femrat që kanë ato komplekset me trupin e tyre, kështu që sot flasim për Rezarta Skifterin dhe me zor e presim në studio. I felt so deep I wasn't wise. I let you in, I didn't read the signs. Oh, for a second it felt right. But maybe there ain't nobody. Maybe there ain't nobody. 'Cause in a second I forgot everything we went through. Tonight I'm dancing like I never had you. 'Cause I don't need nothing as long as I am with my crew. With my crew. I never knew you. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars. Close your eyes, I'll be your gravity. Dhe ja ku jemi me Po shqyr që na erdhe dhe mirë se na erdhe. Po shqyr që ju gjeta se ja për këto raste ju takojmë se s'po shifemi më. Ne shqyr që të kapëm një herë se ti je shumë angazhuar tani, sidomos këtë periudhë. Kjo është periudha që është fiks ajo e ke parasysh më mbytën gratë, kapedani, unë jam kapedani, që s'ka tani është. Kur themi për gratë ke fjalën edhe vajzat e vogla, jo vetëm gratë. Jo, gjitha. Gjinia femërore, po tani përgatitem për tani apo sezoni dasmave? Dhe të dyja. Sezoni dasmave është tjetër. Do ti ke 3 sezone, sezon dasmas, maturash, dasma, matura dhe vit i ri. Pastaj janë sezonet e tjera që përgatitemi për koleksione. Kush është i zgjuar e bën përgatitjen më përpara. Çfarë ndodh tani në vit të ri, Rezi? Çfarë kërkojnë më shumë? Kërkojnë veshjet e vitit të ri e para njerëz se lëvizin jashtë Shqipërisë shumë. Edhe përgatiten për shembull për Krishtlindjet vitin e ri i bëjnë gjitha bashkë. Edhe datat 1, 2, 3 për shembull që i festojnë. Ka njerëz që kërkojnë koleksione, kanë qef. Për vit të ri marrin një moment vetin edhe bëjnë koleksionin e garderobës nga fillimi. Se ka dhe në Shqipëri njerëz që bëjnë garderobë për shembull nga fillimi? Gjatë gjithë kohës ka. Gjatë gjithë sezonit. Ne nuk na del koha me rinovim garderobe. Na del koha te kurosin. Edhe 4 herë në vit e bëjnë rinovimin e. Ua, luma ta. Ne e hapëm pak më përpara në atë bisedën që bëjmë ne paraprake, para se të prezantojmë personazhin,
që vibe dhe energjia ka shumë rëndësi. Sidomos kur takohesh ose sidomos kur punon me dikë. Atë dikon ty Rezi vjen një vajzë shumë e bukur, e pikturuar gati, nga nëna natyrë, nga prindrit, dhe ndërkohë të jep një sjellje arrogante, nervoze, të ndikon ty te krijimi, jo, domethënë e lidh krijimin tënd me të bukurën e brendshme apo të jashtme. Shiko, ne të tre jemi artiste, kështu që e dim pak a shumë se ç'a ndodh në momentin që një artist ndikohet emocionalisht. Se ka disa lloj punërash që edhe pse njerëzit e duan apo se duan punën, shkojnë në punë. Kurse neve, nëse se duam, nuk funksionojmë dot, se bëjmë dot. Kështu që më ndikon, pa diskutim, por nuk jam tipi që tam qef ose të Ja thua. A ja them troç. Si ja thua? Troç fare, më jep energji negative, nuk funksionoj dot kështu. Dhe për zë? Qëllon që Jo, nuk e për zë, po e them, domethënë kemi dy Po opsione. qetëso? Ose ti do më lesh që unë të punoj, sepse unë kështu funksionoj në dyqanin tim. E din klientët e mi, klientët që janë klient të përvitshëm, prej shumë vitesh, e din që unë funksionoj që duaj qetësinë time për të punuar veshjet e tyre. Ato gjithmonë thënë, okay, e di ti këtë muhabet, ne nuk ndikohemi të Unë që rreqeve. e di për shembull, e kuptoj, po dikush që punon për herë të parë me ty, se mua për herë të parë për shembull më ka bërë shumë përshtypje, thash unë, more ç'bëhet. Pastaj kur më erdhi fustani, natyrisht që thua ja vlen. Kurse unë për shembull Ti mua për herë të parë më ke bërë në këmbë magjike. Fustani Leila mos ka bëj, ka qenë me lule apo? Po, e kam akoma. Çfarë ndjesi e kishe domethënë? Edhe unë e kam dhënë ty. fustanin e Rezit. Kisha E kam ti. Edhe unë. Të Shiko, maturës. më vjen, po, është çuditshme, domethënë atë fustan, për shembull, unë i kam të gjitha fustanet e dalive të mia, domethënë më të mira, po i kam ruajtur se më pëlqen ti ruaj. Po ajo nuk e di, më jep një ndoshta nga që ka qenë në fillimet e karrierës time dhe ka një domethënie shumë speciale për mua, por është një gjë që asaj nuk i ka ikur moda dhe sot. Edhe është fustani shumë që kam speciale. bërë për matur, mbaj mend kam marrë te ty Rezi, edhe Rezi po më shifte, unë i kisha bërë flokët komplet bjonde. Edhe E mbaj mend atë kohën, në bjonde. Edhe Rezi që më thotë ti, po nuk e kuptoj si e kuptove ti, se ne bashkë nuk kërse ishim takuar shumë, ti vishesh me xhinse, më tha mua. E mbaj mend si sot, po, thash unë me xhinse, me gjëra. Okej, tha tani ke besim tek unë, se po më shifte kështu. Po, të studionte. Prandaj thash në fillim të emisionit si psikologe. Po më shije, po më studioje dhe tha, shiko, ti mund të dukesh dhe mund të ngjash rebele, po ti ke një anë tjetër shumë të bukur që unë dua ta bëj atë fustanin për ty. Dhe më kujtohet që më ka bërë një fustan të gjatë, e kam dhe sot e kësaj dita të fustanin, të zi, me disa gurë kështu të bardhë, dhe mua që më duke i vetja tani kështu si ato sirena, dhe thosha, a jam unë për këtë fustan apo jo? Po ndërkohë, mora shumë komplimenta dhe nxori një anë tjetër timen. Se unë mendoja që nuk jam për fustane. Jo. Shiko, kjo Isha për një kostum. Kjo puna e kësaj psikologjisë është e vërtet. Unë para se të filloj me klientët që si njohë, gjithmonë, ulem dhe bëj një bisedë 5 deri 10 minuta, të cilët nuk ka lidhje fare me veshjet, ose dhe ka lidhje me veshjet, duke e pyetur për gjëra të tjera. Biseda, çfarë bëre sot, çfarë eventi do jetë, për të kuptuar natyrën e personit, sepse shpesh herë njerëzit janë të kamufluar nga pamja të tipit që ndryshe janë nga jashtë dhe ndryshe janë brenda. Kjo është edhe tema e sotshme. Kuptona, bravo. Kështu që unë ka raste që kuptoj që pamja e jashtme është e rebeluar e personit, ndërsa e brendshme mund të jenë shumë të ndjeshëm. Të brisht. Kështu që kuptoj njëherë çfarë natyre kanë, në mënyrë që veshja që unë të realizoj, ato ta mbajnë. Po. Jo, unë ta kem realizuar veshjen dhe ato mos e veshin, sepse nuk është këtu suksesi. Po mirë, Rezi, nisur nga Pastaj qëllon kjo gjëja, më fal, ndjes. Qëllon kjo pjesa që më the. Po. Që në momenti që më ka qelluar. Fal, një mra mikrofoni, okay. S'ka gjë, fal. E vendos dhe vet. Më ka qelluar kjo gjëja që po, jam mërzitur, jam nervozuar dhe nuk e kam fshehur. Ja kam thënë klientes që ka dy mënyra, o do më lesh të punoj, ose unë nuk punoj dot. Dhe nuk e bën dot veshin të unë.
Por po mirë, nisur nga gjithë kjo eksperiencë që ke, më lidh natyrshëm një pyetje. Ka më shumë njerëz të bukur në shpirt sot që flasin në këtë kohë ku jetoj? Shiko, lloj punës që unë kam, i bën njerëzit të bukur. Unë nuk i njoh të gjithë njerëzit që mbi në atelje. I bën. I bën. Flas për atë psikologjinë që ti nuk Shiko, unë nuk has natyrën dhe karakterin, po nuk kuptoj tamam sakt me pak kohë se çfarë ka bërë ky person, a është idealizuar apo jo. Por i bën të bukur sepse vetë lloji profesionit që unë kam ka lidhje me të bukurën, ka lidhje me elegancën, ka lidhje me eventet, ka lidhje me gjërat që janë të relaksuara, që ti po shkon për qejf. Kështu që njeriu do tregon fragmentin e tij më të mirë. Nuk tregon atë më të keqen. Kështu që detyrimisht i bën të bukur. Unë kam një profesion shumë bukur dhe e them çdo herë. Unë e kam shumë të bukur profesionin. Unë në 21-22 vjet profesion, unë kam që në shkollë realisht, që 14 vjeç kam dalë në ekran, që 14 vjeç në ekran. Ti gjithashtu po punon shumë në Milano. Po, domethënë po, si thua, po vesh edhe femrat e huaja. Tani nga është ky dallimi, çfarë të bën ty të kuptosh që janë më mirë shqiptarët për të punuar apo të huajat, ose çfarë ka secila më mirë ose më keq? Se ja, për shembull, ne shqiptarët mendet e flokët, sikleti, sikletrat, gjënat. Shqiptarët janë shumë kërkuese, shumë ekstrem. Kurse të huajat janë talën në dorë edhe janë gjithmonë, okej. Besojnë. Tani së fundmi, para një muaj më erdhi një amerikane, erdhi nga Amerika, ka sile për këtë punë. Para 2 muajsh një italiane. Nga Amerika për të qepur të këtu? Po, fustanin e nusuris. Bravo, Rezi. Unë nuk nxjerr asgjë në story, në Instagram. Po pse o Rezi? Nuk reklamon. Nuk jam tipi që reklamoj gjërat e mia. Shiko, unë për fatin tim të mirë, unë të jetën time kam pas ngarkesë punë, edhe kur njerëzit bënin pushim, unë punoja. Dhe, domethënë, zakonisht Instagrami dhe nga i momenti që do për të kërkuar punë hedhin ose famë ose unë jam larguar gjithmonë nga ekrani, jam tërhequr nga punën e çmimit do ta thuash tjera se s'rri dot. Kupton? Unë postoj, edhe Instagramin që kam, po ta vësh re, hera fundit mund të ketë këtu e 4 muaj. Pastaj e para fundit para 8 muaj. Ose ka qenë ndonjë dalje publike në emision ose nuk i hedh asnjëherë. Kur bën kollab. Pse e bën këtë? Nuk i hedh. E kam shumë të rëndësishme këtë. Jeta ime është e imja. Jo për jetën tënde, po flas për jetën profesionale. Domethënë unë si kliente kam nevojë të shikoj më shumë punë nga ty, mos hedh në story më shumë. Edhe në story edhe shumë pak. Po story dhe kalon, se ndodh ndonjëherë që kemi jetën dinamike dhe nuk e shohim. E kuptoj, edhe kalon. Po nuk e di pse kjo Instagrami më duket shumë, pa them drejtën fake, shumë falso. Domethënë i shikoj gocat, pjata, unaza, qefi, rahati, kjo. Unë nuk mendoj që jetë reale është kjo, se mendoj fare. A je më e qetë ti në këtë versionin kështu që kur e ke lënë mënjan telefonin Instagram? Unë kam një që e kam lënë mënjan, që në fillim kur e kam hapur mënjan, edhe ato që janë shtu aty, janë 120.000 follower, janë shtu vetë ato. Sa që mentaliteti është deri aty sa thonë, moj po ku është kjo Rezarta? Po, domethënë s'ka problem, le ta thonë. Ne mbajmë në një sfilat që jemi takuar bashkë dhe thash, Orez, ti meriton të bësh një gjë si kjo. Dhe më thënë, nuk kam nevojë fare në zemra. Kështu më tha. Po, një çmim të madh do ta marrë ajo tani në 10 orë. Unë punoj me jashtë, nuk më intereson fare. Edhe do ta marr jashtë. Do ta marr jashtë. Na fol një çik për të çmim që ti të është dhënë, po do shkosh fizikisht ta marrësh javës tjetër apo jo? Në fakt, ky është një çmim që më është dhënë që vjet, po vjet e kisha të pamundur për të shkuar. Dhe si vjet jam kërkuar me forcë për të shkuar për ta marrë, sepse duke qenë që unë punoj me jashtë, dhe Steven Torizi është organizatori dhe është personi që merret me stilistët. Dhe kështu që këtë vit do shkoj të marr
Çfarë çmimi është çmimi Gold? Çmimi Gold është çmimi niveli më i lartë i stilistëve në Evropë, kështu që Kështu që po e merr një shqiptare. Nuk e po, në Shqipëri e marron. Dhe janë dhe nga Me vendet çfarë të ndryshme. modestie që e thot, domethënë sikur po na tregon në një prallë, po Do të thënë e mirësi. merr për Shqipërinë edhe Po, e marr për Shqipërinë së famiç. Nuk e them as sekundi. Dhe Tani mbas këtij çmimi do t'i rrisësh çmimet? vitin tjetër do t'i rris. tani ka dalë dhe një nam, se di sa i vërtet është, që I kam çmimet e ai shtrenjta. pret apo nuk i pret ti? Se më ka dalë dhe nami që I kam çmimet e shtrenjta. Për këtë nuk e di. Edhe ja e shumë mora vesh klient, tani. me qenë se jemi në YouTube, shumë klient që ta merrni vesh nuk I kam shtrenjta çmimet, po I hapi llafe njëri tjetrit tek ajo. Nuk Pra ajo nuk të pret. Jo, i hapi Çfarë llafe. mohabeti ajo nuk të pret? mos shko tek ajo se është shumë. Po mirë, këtë dua të di unë. Rezarta nuk të pret, ndërkohë që ne sa herë që shkojmë te Se aty Rezarta, është, Rezarta Rezarta është i kolltuku vet. Çfarë ndodh Rezarta me këtë fenomen? Edhe kolltuku im dhe vendin tim dhe ka raste që viçi me vonesën dhe është klienti aty dhe thot prestarja ime thot, a djen ke shtulet të rrezik këtu se këtu e ka vendin e përgëzimit. Unë nuk punoj dot Tani për ti sulën. do të na tha Se artistët janë ndroj çikume. Do ta ndroj. Po, do ta do ndrosh. ta bëj, Do do ta ta marrësh marrë si kolltukun. Udit, do ta marrë Udi si Shumë mirë. A e si folëm Jone. shumë para Po, si ku jone. Tani ne shpresojmë shumë që ky kolltuku jon të frymëzojë ty. Jo, kështu shumë ti i të na rehatshëm, bësh unë se kam të rehatshëm të na bësh dy kolltukun, me të veshje drejtën. për Shumë Po mirë. më lërmi të Shumë hyja një rehatshëm. çik kështu si miksi Po, me unë lezet, dua na të bëte di- dy veshje unë për dua vitin të e di- ri. Unë dua të di përse I ka dalë ky nam që nuk pret. Ma Po, japi Ta pak them se unë si shembull. kliente. Ha, ma thuaj. Për shembull, unë do vi tek ty që je shoqja ime, Po. ose unë s'vi të ta Po. them, po nejse Po. këto njerëzit të tjerë. Vajzat e thjeshta. Vajzat e tjera shkojnë te shoqjet e veta dhe ju thonë që mos shko ke ajo se është e shtrenjtë, mos shko ke ajo se ajo s'ta bën, ajo ta bën ndër, dhe ndërkohë kanë kohë për vete pastaj, e kupton? Po e bën dhe këtë. Po e di Ma që beso më ka qellu dy më ka herë. ndodhur dhe mua Shiko, mua prandaj. më ka qellu një herë që ishin dy goca për matur. Dhe ndërkohë që kishte ardhur njëra, tjetra e merr vesh nga telefoni që po vinte Po. tek unë. Dhe unë kisha lënë orarin pa dashje. Domethënë në kuptimin si njifja. Po. Njëra ishte për provë, tjetra do vinte për dizenjo. Më vjen shoqja tha, nuk di që ka marrë te ty, ku të shkoj, ku të futem tash, po më fal tash ti. Po pse gjithë kjo Ti frikë? thash, pse si ja the? Po jo, tha se I doja surprizë, tash po nuk I thash shoqës se po vjen tek unë. Jo, tha më ka pyet dhe nuk ja kam thënë që do vi te ty. Tash po pse si ja the, thash gabim, pse e bën këtë gjë? Po nga që e kanë qefin që t'jenë më të bukurat. Edhe duan kupton? kështu ekskluzive. Jo, Kam shkuar te Rezarta. Ashtu, dhe pastaj ndërkohë shoqja veti ka shkruar që e vendosa të shkoj dhe e kam lënë takimin sot. Kjo tjetra kishte ardhur përpara, kupton? Nëse unë gjithsesi e shpëtova në këtë situatë, po që ja bëjnë kështu gjëra. Tash i rikthesh përgjigje Lori. Kurse ajo pjesa, shiko, unë jam çdo herë me klientët, sepse duhet të respektoj personin që më respekton. Përderisa I troket derës time, unë duhet të jem. Kushdo patjetër. qofte. Kushdo I qofte. njohur I pa njohur. Absolutisht po, bile s'ka raste që vinë të panjohur dhe ka një lloj emocioni që u Rezarta, unë jam njeriu më I thjeshtë, duhet djathtë. Ne e dim, ne e dim. Por nuk e di pse njerëzve nga ekrani Është emri I madh. dukem shumë mendje madhe. Jo, unë në rrugë, kur heci, kur shkoj në për ambient, kam shumë privatësinë, kam shumë. Po. Dhe nuk I flas njerëzve, domethënë Je edhe ndonjëherë më e veçuar Dgjoj, edhe nuk I flet sepse ai Nuk I shumë sa flas. shohin. Jo, se si flas Jo të unë. gjithë na vinë në për shembull, do shkoj në për për dyqane, në për kështu, s'mund të flas gjithë. E shiko, unë jam rezi. Edhe ndoshta Dgjoj, japin njerëzit çik që kuptojnë te kjo pjesë. imazhin shumë të ftohtë, të njeriu shumë kështu me namuz. shumë. Edhe unë jam shumë e thjeshtë si natyrë. Kështu që kur vin në dyqan, ka raste që rrin një herë 10 minutë që janë kështu të sikletosur, pastaj kur unë flas, sa e rahatshme që ke ti, që ke shumë kështu, se mendonim që ishe shumë mendje madhe. Më ka ardhur një kliente dhe kjo llafja ka dalë, kjo biseda. Ka dalë, pra ka dalë, pra ka dalë kjo Tash biseda. ne nuk pyesim kot. Nuk pësnju, Ja. Informacionet I keni marrë, zhbirilu, i ju, vjen se pastaj. ne I keni zhbirilu, po. Dhe më vjen klientja dhe më thot, më në fund të shqyrta të pashta, se tha, kam 2 vjetë që blejt e ty, tha, qep të ty, tha.
Po s'kam parë Dalin suratin. punëtorët ta e them, po më herë ta shoh atë rezervën të se u griva te i kam vënë gjithë ato lekë. Ta shoh një herë tha, se ta gode mu tha, ç'është kjo tha, pse pa prekshme fare tha. I thash unë fal tash si. Po tha, ti ta ke dhe dyqanin tjetër tha te rruga Durrësit. Tash unë tash te rruga Durrësit. Po tha, Unë e kam rrugë të Elbasanit. Nga Kam gatruar. po jo mi shoqja tha. Edhe i thash unë po, më falë tash po unë, okej, tash pas kam hap dyqan rrugë Dhe se Durrësit, dikam. tash po se dikam tash që e kam hapë. Zakonisht më dalin gjëra tash kështu tash që jo këtë janë që unë si dia si herë tjerë di din tash, po tash edhe këtë se dia. Tha, kam bler tha dhe sa heri them atyre gocave tha që janë punëtoret e tua tha, por Rezi tha do dali ndonjëherë? Them jo, Rezi s'del asnjëherë me klientët. Rezi kështu asnjëherë doli nuk namë. del. Domethënë, persona të tjerë kishin hap dyqan rrugë Durrësit me emrin tim, që s'është hera parë që bëhet, se e kam bërë edhe para disa vitesh këtë punë. Dhe klientët Dhe që ishin, imitojnë dhe stilin tënd. po pa imitojnë, nuk imitojnë dot. Përpiqen, Gjë që është e përpiqen. kopjuara është e kopjuar. Po. Nëse unë do kopjoj një X tjetër person, i bie që do të çdoj. Kështu që absolutisht, e kopjuja është e kopjuar, nuk është asnjëherë 100% e saktë. Kështu që ajo u çudit tha, çfarë thoni, tha, unë kam 2 vjet që i them gjithë me bishën të rezarta. Uja, nuk mendove ndonjëherë për shkak që të shkosh aty ke Jo. rruga Durrësit tak. Jo, Unë jam Rezi. jo më lartë se Imagjino. para një viti e kam bërë prapë në një X dyqan, s'po e përmend emrin mos i Po, bë publicitet, që më merrnin klientët vazhdimisht, më merrte klientët dhe rastësisht qelloi që ishin 5 klientë që i thash kemi lënë takim, po te dyqani jemi. Tha. Ua. I thash nuk ka një Te dyqan. dyqani jam vet. Kështu që Rezi, po shumë vite që ke punuar edhe me njerëz shumë të njohur të ekranit. Po. Dhe të ka ndodhur ndonjëherë që ke thënë më lodhi ky individ ose kjo. Do të thënë, ç'i ke pas Më ka ato qellu? të ka qellu. po. E ke Po s'ta them duruar? Emrin s'po. E ke Jo, duruar? s'po themi. Ke punuar prapë me të? Shikoj, kam duruar për hir të faktit që është artiste, Respekti deri diku. respekti më e madhe se unë, shumë më e madhe, kështu që kam duru. Kështu që, por E ne kemi një do të thënë, surprizë. Kemi një surprizë. Me një personazh shumë të njohur. Me Me një vite njeri që ne e duam bukur. shumë. Po S'ka mos e njeri thuaj që më nuk e shumë njeh, ama jo, keq, jo, ose s'ka njeri që nuk e njeh, po Kam hapur me zbulon. njihet në bukuri edhe në Po, ekran. po, po. Tani Rezi, unë do të jap telefonin. Do ta bëj call. Edhe ti vetëm mbaj pak telefonin kështu që telefonata të dëgjohet edhe te publiku. Okej? Po përshëndet e ti një Rera. numër, me numër E s'funksionoj. filloj pak te te mikrofoni, te mikrofoni. Po. Te mikrofoni. Alo, Alo? po? Po, pritani. Hëmi, Mirë. Si e ti shpirt? unë jam shumë mirë, po ti si e? Pritani të dëgjojmë. Edhe ne çik shumë mirë. mirë jemi. Edhe ne shumë mirë jemi, po Se s'po të emrin ta njeh. kanë hequr emrin edhe po unë s'po. E kuptova hoqëm tani. emrin ka stile se ka telefonin Rezi, kështu që tani ta shohim a do të njohim. Aja të shtemi. Ha njerë. No. Ha. Bona. Bona. Ose si themi ne Bobi. Bobi. O Bobi. E di ku të kuptova o Bobi nga. Hami. Semra ime. Hami. Se e ke këtë. Rezi, Bobi, ulim që është pak. e jotja, po. Këtu, duhet Unë këtu. tash okay. bëja qik truke tani ti po E, ti ma i e, të gjeta sepse ke atë tingullin tënë që e ke karakteristik, kështu që se harroj, unë nuk e harroj. Nisit që zgjasin gjatë, do të thotë që zgjasin se kanë një arsye dhe ajo është pasaj njeriu në vetvete. Diçka që dua ta them patjetër. Kur bësh e fjalë për dancin, të kujtohet sa e zën isha? Po. Merë. Edhe ke parasysh atë merakun që do kishte kohë, po doja patjetër Rezi, sepse ma një mendjen, ma një Tipin. shpirtim, ma një lëvizjen, e di ç'a dua. Edhe e mora në telefon i thash, "Po Rezi, më tha, më të lutem, mos e thuaj, thash, do ta them. Po di si jam deri në fyt, po mi thash, unë ti e di, po ti e di që unë mbet një sekond, 2 sekonda, drejtë ta, që të bëj unë ty moj Valbona Selimnari. Edhe kështu që... O Bobi dhe mban mend o Bobi, kanë qenë në momente shumë të bukura, ndërkohë që bëja 100 veshje në javë.
Bobi me atë qetësinë e vet absolute, shumë dashuri, në të shumta të rasteve nuk kishte kohë të vinte, edhe thoshte, më bënte një telefon dhe thote, o shpirt, unë e di që ti do e qash, nuk e diskutoj. Kjo është çështje besimi. Kupton, dhe unë që të të lutem me një sekond, po unë do mundohem, po shikoj, provojmë para skenës, po shumë mirë do rije, sigur që do rije shumë mirë. Shumë në fakt dashurin, të pse nuk kemi gabuar asnjëherë. Asnjëherë s'kemi gabuar me të ndryshme. Unë vija e vesha ishte fiks, kishte nevojë për asgjë. Dashurin të pus fort. Edhe unë shumë. Valbona, të falenderojmë shumë. Edhe Faleminderit. të ardhme të presim edhe ty. Të puth fort shpirt. Patjetër së shpejti. Dhe kështu. Bona është Era i hoqi dhe emrin. I hoqa emrin se thash po ja jap vetë që ta bëja ta. Me numra nuk funksionoj se jam pafundsisht numra në Po edhe unë prandaj nuk e mora në WhatsApp se do t'i dilte fytyra, fotografia dhe ti do ta kuptoje më njëherë. Shiko. Tani çan ndjesie të jep një mikesh që ke kaq shumë vite që jeni në jetët e njëra tjetrës, që dini shumë gjëra për njëra tjetrën dhe për mendimin tënd, si zgjat kjo? Kjo miqësia ndër vite, është çështje energjie, është çështje temperamenti? Unë besoj shumë në energji, është shumë në energji, shumë në energji. Unë funksionoj me energji. Domethënë, nëse më jep një impakt që në fillim të ngrohtë, vazhdoj ta kem të gjën. Rrallë që llonç në rrugës të devion. Rrallë. Dhe me Bonën Bona është pajësore si në. Beson ti tek kjo zgjas me thonë nëse një miqësi zgjat mbi 7 vjet të zgjasit për gjithmonë kështu? S'ka lidhje. S'ka lidhje. Nuk besoj në këto gjëra fare. Unë mendoj që miqësit, marrëdhëniet, kudo qoftë, për çfarë do lloj gjë është mirë kuptimi, sinqeriteti, ti je i pastër, domethënë ti je tamam, ti je i pastër, ti je i sinqert me tjetrin, mirë, keq, i sinqert. Për mua kjo është shumë e rëndësishme. Gjërat me hile nuk funksionojnë për mua, unë jam larguar gjithmonë në këtyre. Pra më i hasim në këto në për I hasim, prandaj edhe unë nuk dua shumë, domethënë unë kam miq. Unë kam shumë njohje. Unë kam njerëz që çdo ditë i ngatrojmë ne nganjëherë të miqësinë me njohje i ngatrojmë. Ajo që më bën përshtypje mua te Rezi dhe kur takohemi nëpër evente është që Rezi është shumë e lumtur edhe për punën e të tjerëve dhe arritjet e të tjerëve, përfshirë edhe konkurrentët e tu. Më thënë i gëzon punët e të tjerëve. Ne kemi parë në disa sfilata është shumë e rrallë kjo. Domethënë ka individë të caktuar që as nuk vinë në shfaqjen e një kolegu. Ndërkohë që ti duar trokisje fort në një shfaqje që ne ishim rastësisht të treja. Kjo që po thua ti është sepse Rezi ndoshta O goca ti kapi sekond flokët unë sa desha ta kam një thosha. pasqyrë. Rezi është shumë rehat me veten e vet. Dhe më doli fiks në temë. A ti kapi çik se unë mbahem për, domethënë Rezi gjithmonë mbahet për kapjen e flokëve. Edhe tani ti doje të na bëje një prezantim ndryshe këtu? Jo, e di pse se po i mbaja, po çok te ço andi sikur s'po gjea vetë rahat me ta. Ti ke menduar të presësh ndonjëherë? Shiko, Shkurt, kështu pra? Jam tentu disa herë, edhe ti ke bjond platin fare, po pastaj jo. Nuk të imagjinoj do të platin. I kam pas platin. Po i ka pas Rezi, para po shumë vitesh. 12 viteve. Po unë të njoh më shumë se aq edhe si ke pas platin. I ka pas Rezi. Tani e fillon tamam kështu. Muhabete. Ja, megjithëse kjo është kapja ime duke kapur flokët, sa gjata i ke sa të bukura. Tani s'janë gjithat mijat. Po mirë si gjithë. Mijat janë deri këtu të dashur teleshikues. Sepse i kam dëmtuar me keratin, kështu që i kam pas gjata deri këtu, i kam. Si të gjithë. I kam kënaq. Ke ti ndonjë peng sot profesional Rezi që do ta arrish? Pengje nuk kam në jetë. Çdo gjë që kam bërë që kanë qenë sakta ose jo të sakta, për mua nuk janë pengje. Për mua janë rrugtimi i jetës time, kam mësuar, më janë dashur t'i kaloj në mënyrë që të mësoj. Kështu që nganjëherë më thot mami do doje mos e kishe bërë këtë gjë, i them jo, çdo gjë që kam bërë. Nuk jepish. Nga A deri te Z-ja e kam bërë, kam dash ta bëj. Dhe kam bërë mirë që i kam bërë gjitha lëvizjet, sepse kam mësuar. Kështu që e dytën, dëshirë për të ardhmen për të arritur, kam pa diskutim shumë. Për shembull. Po për veten time, nuk kam inate për të tjerët,
Jo, këtë duket që Nuk kam, nëse dikush më kërkon ndihmë, jo më larg se para disa ditësh një nga kolegët e mi kërkoi ndihmë sepse ashtu ishte larguar prestarja në një moment shumë të vështirë. Prestarja për publikun është personi kryesor që realizon veshjet dhe nëse largohet Të prish shumë punë. Kështu që unë të gjitha çfarë kisha ruajtur për veten time në një moment të dytë, ja dash personit. Dhe nuk e kam problem të gjë, gëzoj për kolegët e mi, nuk e kam problem të them që janë të talentuar, sepse janë të talentuar, secili nga ne ka stilin e vet. Stilin dhe natyrën e vet. Sigurisht që gëzoj që të ecin përpara dhe pse në fund të ditës nuk arritet se kam arritur kur ta kuptoj, pse njerëzit kanë smir, pse njerëzit bëhen xhelot, pse njerëzit kanë inat të tjerët, pse nuk shohin atë pjatën e vet, edhe të kënaqen me atë pjatën që kanë, po shohin të pjata tjetrit. Ne shqiptarët e kemi çik të gjën. Nuk e di ç'a ndodh jashtë trojeve të Shqipërisë, sepse nuk është se kam jetuar, po ne kemi çik që nëse ti je mirë, hajde ti prishim punin çik saj, se ajo është mirë. Inferioritet. Unë mendoj që nuk janë të plotësuar. Mendoj që nuk punojnë me veten, nuk i gëzohen gjës që i sjell Zoti. Edhe ti si punon me veten? Unë punoj për ditë me veten. Çfarë i thua vetes për në mëngjes kur e sheh përpara pasqyrës? Në momentin që unë zgjohem, kam një pasqyrë dhe sistemohem kraflokët, bëhem gati. Shiko, unë jam artiste, kam qef të jem okej, ka ditë që më ndjehem okej, duket vetja perfekt, ka ditë që s'ndjehem okej dhe kërkoj diçka më shumë nga vetja, por e kërkoj të vetja në kuptimin që nuk them të bëhem si filania, me sytë e filan, jo, no, absolutisht në këtë gjën. Unë du të jem të vetja ime, të kënaqem me gjërat e mia dhe ajo që unë them çdo ditë është i them Zotit faleminderit çdo ditë në mëngjes, them faleminderit për çdo gjë që kam në jetë. Sa e bukur është kjo. Për gjithçka që kam. Jam e lumtur kështu siç jam. Tash njeriu e mira s'ka fund, po jam shumë mirë kështu siç jam. Domethënë kështu që kjo është gjë më e bukur. Po regjim ushqimor mban ti res? E mbaj. E mbaj mirë fare. Ushqesh domethënë me regjim. Po me regjim ushqimor të tipit marr proteina që të ndjem formë. Tash edhe ne jam besi këtu shumë pas marrë. Po e hëngre një ëmbëlsirë. Duke kre flokët parukeri. Po njerë në javë. Nuk është se je kështu strikte, që mos thash asgjë. Jo, ham mirë biles. Mirë, si burrat. Shumë. Lezi, ne kemi një rubrik ku çdo i ftuar na sill sendet. Tani ti ku i ke këto sendet e tua se nuk po t'i shoh. Pas siglës. Na përkyen sërish me sendet e Rezit. Këto janë fletët, këto janë të lidhura me jetën time. Këto janë formatet që unë i kam në punë, në çantë, në komodinën time. Sepse unë frymëzimin e kam në momente të caktuara. Ka raste natën, darkë, vonë, unë kam frymëzimin më të mirë. Kur çdo gjë është qetësi, kam frymëzimin më të mirë. Ka raste edhe mes natës që të vjen frymëzimin më të mirë. Dhe artisti ka një gjë që nuk, nëse s'jam e frymëzuar, nuk punoj dot. Çfarë të frymëzon? Qetësia. Qetësia. Ti je me qetë shpirtërisht. Kjo më frymëzon. Kur ka ndodhur? Edhe natyra. Kur ka ndodhur Rez që mund të kesh pas një ngërç dhe sa kohë që nuk e krijuar dot? Të ka ndodhur ndonjë bllokim në jetën tënde profesionale? Sa kohë? Jo, në kohë jo, po në momente të caktuara dhe me njerëz shumë të mirë, edhe me klient ka qelluar që kam provuar 1, 2, 3 dizenjo, dhe e kam lënë atë ditë. E ke lënë punën apo klientin? Kam lënë punën dhe i kam thënë klientit që nuk dizenjoj dot, nuk arrit dot sot. Sikurse ka momente që mund të jetë klienti shumë i vështirë, po unë kam frymëzimin shumë të mirë dhe në sekondë të vjen. Dizenjon, po. Është e çuditshme. Kështu që zakonisht klientët e mi më njohin dhe kur qëllon rrallë kjo gjëja, thon të lëre. Dhe kur ti je i gati na thuaj. Fakt është shumë e bukur Rez që ti mban akoma atë pjesën klasike të të krijuarit të veshjes, të dizenjimit në dorë. Është shumë e rëndësishme. Artisti është artist, mund të jesh në kompjuter.
tashmë? Për fat keq po, biles më ka qelluar një herë, sepse në dyqan kanë ardhur dizenjatore të ndryshme dhe më ka qelluar një herë dhe më ka ardhur keq realisht për një vajzë që thash, "Okej, më bëj një dizenjo që të krijoj një ide, nuk tinte. Ishte mbaruar për dizajn, po nuk tinte." I thash, "Po si ke punuar?" "Po me kompjuter." Po. Si me kompjuter? Si, Vetëm në programe moderne, programe moderne. I thash, "Po, më fal, nuk e marr ndonjëherë laps letër, shumë pak." I thash, "Po më bëj një skicë që unë ta, sepse dizenjatorët më të famshëm që janë nuk ka shans të jenë në kompjuter. Çdo gjë është në letër, në bocet me materialet përkatëse dhe çdo shëndim të gjitha, çdo gjë është me letra shkruesorja. Jeta teknologjike si puna e fëmijëve që po kthehen në laborator, iPad dhe jo në fletore, në Por shumë që vende të jo, botës. pa diskutim, po kjo është e rëndësishme. Prekja, kontakti. Nuk kjo është, do jetë gjithmonë, artisti nuk mund të jetë kurrë me kompjuter. Çfarë është ajo tjetra? Kjo gjëja, kjo s'mungon asnjëherë, është gjithmonë me mua, gjithmonë për jetën. Kjo është mbrojtësi i fytyrës me ngjyrë. Me thënë drejtën, me ashtu si të njohu, mendova se do sillje buskuqin. Jo, buskuq ose shkëlqys, më fal, shkëlqys. Jo, është e njëjta linjë që përdor gjithmonë. Apo nuk ka rëndësi? Kam një 6-7 vite, po s'ka rëndësi, po tërë jetën unë gjithmonë s'kam. Më ka qelluar një 2 herë që kam qenë në shtëpi. Edhe kisha harru krem pudrën në punë. Tani është turp ta them të gjën, domethënë se vetëm mos më qenë mirë në trut robi, po pse nuk e për shkak një unë kam një në shtëpi, një në makinë, sepse dua që gjithmonë varet se mund të kesh një takim edhe duhet të jesh gati. Me të drejtën unë shtëpi i mbaj, po i mbaj në punë. Nuk i mbaj në punë, me të drejtën se edhe i mbaj gjithmonë çantë. Po. Kudo që hiki e kam me vete. Kështu që s'ka pse ta kem një këtë një ndese, e kam çantë, po ka qelluar që e kam harruar në punë, dhe shtur ta them të gjë, po i kam thënë taksistit, "Do shkosh në punë." Dhe do shpunëtore, të zbrezi për punë. Se unë nuk bim punë pa këtë punë. Dhe ndërkohë, sa herë që shkoj te estetistja, thotë, "Ore, unë s'kuptoj gjë. Por çfarë e ti këtë? Se ti e ke lëkurën shumë më të mirë, ti kur ve këtë bësh skandal. Se ta nxjerr lëkurën për i bret. Ti pse e ve këtë? Se e ke më mirë lëkurën tënde pa Pse nuk e beson lyer." estetistën siç të besojnë ty klientët e tua për E veshje? po, thuj trurit tim. Edhe unë kështu them, sa herë zgjon mëngjes them, sa mirë, jam më mirë kështu. Pastaj i pikë për të. I pikë dhe ikën ajo gjysma e. Çfarë gatuan ti për vitrinë? Unë bëj për shesh. Që na sjell në çfarë në një gjë në mendje, në një menu ti themi dhe këtyra Jo, disave jam që na kështu, jam ndjekin. shqiptarshe. Bën për Unë shesh? bëj pilafin, Po pse vetë bën sallatën ruse për shkak? ja s'bëj sallatë ruse hiç. Unë brokoli, gjëra kështu, sallatë Se jeshile. brokoli do hash për 1993. Po pse brokoli është mrekulli, sallatë ruse do hash. Ha sallatë Po një ruse. vite harë obi Po sallatën pse ruse. sallatë ruse? Po sikur s'ka Kujdesesh veshje. për atë tavolinën që të jetë sa më bukur? Shiko, unë kujdes. Shiko, jam sa femra, që sinqerisht i kam zili. I bëjnë ato tavolinat e mund, sot që mrekullie. Pastaj nisem unë. Kupton? Njëtin hall kemi o motër. Edhe them, "Okej, tashi unë që vishem, që dukem kështu, domethënë pamje, duhet të jem perfekte edhe në tavolinë." Dhe nisem, unë filloj 3 javë para. Filloj blej unë pjata me të kuqe, shandanët, domethënë që ta kem perfekt. Nuk di, picetat, gjithë e blej me babagjysh, me kështu. Por që ti vendos vendos si ato, pastaj. si këto që kanë, i nxjerrin shumë bukur, i bëjnë shumë bukur, dhe e bëjnë dhe shumë kollaj. Keku bëhet për 5 minuta. Tentoj unë 1 orë gjys, ai keku gjys i bër, gjys i pa bër. Nuk është kaq kështu sa që nxjerrin aty në për Instagram, apo ose në YouTube. E ti që Më kupton? Dhe unë për vitrinë do gjelin një përsheshin e qaj. Përsheshin do ta Po një sjellin. gjë pra ha, ja e kap. E kapa një përshesh për Do vitrinë. bëj shumë përshesh, do të sjell. Jam pa e mund. Kvalitet. Edhe do më thuash pastaj. Shumë mirë. Bëj sallatrat, çfarë bëj pilafin po. Des për pilaf. Kështu byrek. Të gjitha këto për Patate vitrin të skuqme. Vdesim për Ja, patate aty na rriset, e patatet skuqura na Tani pëlqejnë të gjitha gjithë. këto i bën për vitrin. Ma Apo këto kështu i bën që Jo, për ditën e vitrin. fundit dhe pastaj e ke për Këto për vitrin, edhe disa sallatra që janë me kështu gjëra të zira. Këto, se më shumë se ka që do ham. Tani Po që na gjeni hape edhe- oreksin.
Dhe u kënaqem aq shumë, por para se të ikim, çfarë urimi do bësh për të gjithë vajzat edhe ndjemtë e bukur, po për ato që kanë vërtet shpirtin e bukur ose ato që ti mendon që duhet të rregullojnë veten, të përmirësojnë veten. A ka gjë më të bukur se sa njeriu me shpirt të bukur? Njeriu me shpirt të bukur është gjëja më e bukur që ke. Ti nuk e shikon se si është. Unë historikisht kam thënë, nuk ka rëndësi pozicioni punës, nuk ka rëndësi fama, nuk ka rëndësi a kanë as kanë lek, nuk ka rëndësi sepse njerëzit janë bërë kaq sipërfaqësor zemër, qëndrojnë me ty sepse je i njohur, jo sepse ti vlen. Qëndrojnë me dikë, largohen nga një njeri i mirë, me shpirt mirë, nga një shoqe e mirë, dhe qëndrojnë me një që ka më influencë, ka më famë, ka më lek. Nuk e di pse njerëzit janë bërë kaq sipërfaqësor. Nuk them për të gjithë, ka dhe njerëz të mirë, po pjesa më e madhe, ndoshta Instagrami i ka prish, i ka shkatruar këto njerëz, sepse shohin Dubai, shohin çantat e shtrenjta, po ja e morën atë çantash, ja e morën. Ja e pa i tjetri, edhe po pastaj kur shkon në shtëpi, plotësona e gjëja. Unë më gëzon ngrohtësia e njerëzve të sinqertë. Më gëzon dhe më shton jetën fjala e ngrohtë e sinqertë. Për këtë kemi nevojë ne sot. Se çdo gjë tjetër i bukën njësoj do hajmë, si në restoran, si kështu njësoj do mbushet barku. Pra ti uron më shumë sinqeritet, pozitivitet për 2026. Po, edhe sa më pak njëri tjetrit këtë e ka ajo, e kishte bler këtë, e kishte bërë këtë. S'kemi çfarë themi më. Mbas fjalës. Faleminderit Rezi. Rezi ishte shumë e mirë. Na Edhe kënaqe. juve, kënaqësi që erdha. Edhe do më ftoni prapë. Po, sezoni tjetër. Ndërkohë bëj gati datën 25, se do haj për sheshin era. Me 25-ën Për Krishtlindje do vim ne na. bëjmë për vitrinë, shoqe. Po ti bëj kur duash ti, ç'ke? Po unë për vitrinë do të hap. Ma e për vitrinë. Për vitrinë. Dakor. Natën e mirë. Natën e mirë. All I need is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.